O i dërguar Muhammed, ti me fisnikur ndër krijesat, ti e drita që ndryqoj zemrat. Me ty u shfaqe vërteta dhe besimi. Ti e shpëtimi i atyre që janë të humbur. O urrëfyes i çdo shpirti që kërkon rrugën. O ti që mban flamurin e lavdis, me i dashuri ndër profetët e dërguar. Me ty Zoti mëshiron njerëzit, ti e shpresa jona e ret. O dritë e krijimit, o nder i profetëve. Me ty u ndriçua rruga e së vërtetës. Çdo profet kërkon afërsinë nga ti. Çdo melek përkullet në respekt për ty. Ti e vula profetëve dhe lavdia atyre. Ti e ai që u ngrit mbi 7 paj qiej. Ti e ai që pa atë që askush nuk e pa. Ti që je më afër me Zotin më shumë se çdo krijesë e tij. Ti që je shembull për të devotshmit. Ti je mëshira për njerëzit dhe shpresë për mëkatarët. Kush të ndjek ty shpëton nga errësira. Kush të mohon humb pa kthim. O Muhammed, ne të duam dhe të ndjekim me shpresë. O më i dashuri tek i madhi Zot, lutu për ne në ditën e fundit. O ndërmjetësuesi ynë i ditës së gjykimit, me mëshirën tënde shpëtoni umetin yt. Mos na lër pa ndihmën tënde në ditën ku asnjë shpirt s'mund ta ndihmojë veten. Për profetin ton të dashur nga Sheshefqet Shehu, Tesja e Madhe Gjakob.